Përshëndetje të gjithëve. Këtë kohë kam munguar pak me plantacionet e mia që po mbjell. Për të kaluar kohë e për të parë rezultatet sa do dalin, sa do bëhen, sa do japin frojë. Tani unë këtu kam përgatitur gati 2, 4, 6, 7, 10, gati 20 ca bidona, si që shini kështu të mbushur me verë. Dhe te kjo vazoja këtu i kisha hedhur farat e domateve. Ju kam thënë që unë të gjitha perimet që po bëj, po mbjell fidana, janë perime që i kam blerë në market, i kam ngrënë, kam marrë fara dhe i kam hedhur në për vazo për të dalë. Edhe ato kanë dalë pothuajse të gjitha. Dhe sot i shpërndava, ja si që shini, nga 1, nga 2 në për vazo, në për vazo. Gjej kovat vogla pe kosi, edhe veri, si që i shifni, ja, këtë. Edhe sot i ndava kështu në për vazo, i ujita pak, edhe natën do t'i lek këtu, ta mbledhin vetën 1-2 ditë në hije. Pastaj do t'i nxjerr në hije. Edhe prodhimet që kam bërë gjatë këtyre muaj, gjatë këtij muaj që s'kam bërë video. Se të tregoj. Këtu kam mbjell akoma disa domate, modele të ndryshme, qershi, 3 modele. Për të dalë. Këtu i kam mbjell kastravecat. Të vetmit që i kam blerë në magazin janë këto kastravecat, se kisha idenë si mund të vinja një qopë kastravece të dilte, s'ma mërshte mende se do dilte. Tu kam akoma këto domate si të ngordhura një qitë, po do t'i vijnë në një. Këtu i kam mollë, si që ju kam thënë, shifni se janë rritur, prap mollë, kam mbjell mollë të verdha, mollë sarkinka të kuqe, si që kam blerë edhe këtu, edhe ja domatja. Domatja kanë nxjerrë lule. Ai shikoni lulet? Shikoni? Edhe tjetra kanë nxjerrë lule. Ja. Edhe këto i kam. Kjo është spec, kjo është mollë. Kjo është mollë, edhe kjo është spec. Këtu kam një mjështil. Këtu kam futur sa patate më kishin lëshuar filizi i futa. Edhe këtu kam mbjell ca qep, edhe këto i kam blerë në market me fara të vogla. Shojmë sa do dalin. Këtu një trëndafil, e një lule bore. Edhe këtu 1-2 domate të ngordhura. Këtu i kam lule bore. I bleva në market. Viti që kaloi ngordhën një qik, por tani janë vjerë. Tani. A shifni që kam bërë unë. Speca, qepët që i bleva në dyqan. Speca, kastraveca, speca, domate. Shifni sa mirë janë të dyja, këtu 2 rënjë. Këtu 1-2 rënjë, këtu. Kjo është me ushtile. Domate, gjej bidona pri. Kastraveca, speca, hudra në fund, me ushtile ajo bluja me ushtile, edhe këtu kam hudra, të gjitha janë hudra, me ushtilat, molla, akoma domatet, këtu janë ca karafila lule, akoma domatet, shikoni, edhe këtu janë mollët, 3-4 modele mollësh, specat, boronica, tani e gjeta, andej i thonë boronica këtu me shtila, edhe kjo mollë, edhe në të gjitha këto, edhe kjo mollë, në të gjitha këto, kam hedhur nga 1-2 fara, edhe plantacionet e vogla të kësaj baqet vogël, po këtu është shumë diell. Shikoni,
Ja edhe kjo ka lëshuar lulet, ja ku I ka lulet. Speca, qip, hudhra. Speca, këtu nuk e më qërka. Ky është. Dhe bidonin këtu të madhe ka mbushur e lekur bjeshi me ujnë e shiut për të ujitur. Ja, po e nxora tani edhe këtë. Ja. Është shtëpia është komplete. Kështu me këto shkuret, asi I themi ne andej, këte I thonë hej. Këtu kemi një ulli. Andej ullirit është një kivi, kjo kivi këtu. Të shpresojmë që do ama në një kivi. Ky është fik. Ky druri këtu s'bën asgjë. Edhe ajo është kot fare, nuk e di. Më thani qershi, po të shohim çfarë do nxjerrë. E që thate juve, sot po korim barin. Sa kemi shkuar një herë makinën. Këto janë plantacionet pastaj, do t'i vëj një fjetela këtu që t'i varë domatet pas shtëpisë edhe kastravecët që duan mbështetur. Ju përshëndes të gjithëve, do bëj video prap në vazhdim se kam akoma vazot vogla këtu. Bidona do t'a provoj. Sa të bëjnë, le të bëjnë. Nuk po më prish asnjë gjë, nuk po shpenzoj asgjë. Thjesht haj frutat ose perimet dhe mblidhi farat. Ju përshëndes të gjithëve. Mirupafshim.